A mund ndash në një episod apo një kujtim të bukur me Enrikun apo diçka të cilin e kujton se besoj që të News 24 keni punu për një kohë gjatë së bashku. Sigurisht që kam një po thoj që nga dita e parë që ai ka qenë tek News 24 dhe Gazeta Shqiptare. Unë duke qenë që vjedhe vetë nga provincat, e dia sa e vështirë është puna e korrespondentit. Ti edhe kur shkruan mirë për dikën aty vjen e thon po ti për atë filanin gjetë me shkruajt mirë. Pra është shumë e vështirë puna të qenë korrespondent në një qytet të vogël ose në një qytet jashtë Tiranës, sa në Tiranë. Dhe kjo e dyfishonte vështirësinë. Tjetra, Enriku ishte një gazetar i cili nuk kishte mbrapa kur hyri në gazetari. Pra nuk kishte dikëm që e mbështeste nga mbrapa. Ai thjesht kishte pasionin për të bërë gazetar. E kam gjetur në një studio kur ka filluar, pra studio fotografike, ata bënin klipe, bënin fotografi, bënin to video që bëhen për gëzime familjare, për fejesa, për dasma. Pra, ishte punonte pranë asaj studios, por gjithmonë e kishte pasion të madh që donte të futej në media. Mbaj mend një nga rastet e para një ngjarje që ndodhi në Vlorë, dhe ai kishte dokumentuar një rast abuzimi të oficerëve të policisë kriminale. Dhe në momentin që kishte shkuar pranë, ngjarja ka qenë me pasojë atëherë, dhe kishte shkuar pranë spitalit, një nga oficerët e policisë kriminale kishte identifikuar, Enriku ishte shumë i ri, dhe sa kishte filluar, mos gaboj bëhet fjalë një ngjarje diku nga viti 2005, dhe e gjenin Enrikun, fillimisht e kishin kërcënuar, pastaj e kishin marrë aparatin dhe e kishin thyer duke qelluar dhe me aparat, me dhe kishin goditur dhe në kokë. Edhe i kam shkuar aty ku ka pas të studio, mos ka buaj ka qenë studio me Apollon. Dhe i gjej aty ishte në të vërtet i normale, i trembur, sepse në fund e kishin qelluar oficerët e policisë.